nuk e di, këto motorët e Facebookut, kur bëhet viti, nxjerrin prapë atë që janë para një viti. Facebook memory. Po, dhe kishte dalë një gjë që unë kisha postuar 4 vjet përpara kur fillova fushatën. A ishte bukur se kemi komunikuar, po të mora edhe unë. Po, dhe dikush nga mediat, portalet e djathta, po i quajmë këto, e merr dhe e nxjerr këtë si lajm, duke menduar që unë po bëja këtë gjë. Nga ana tjetër ka dalë Flutra Açka ka thënë që prisni, po do shpërthej në PD, do flasi X, Y, dhaca emra. Dhe unë e bindur që avokati e hodhi Gremçën, kush ta kapi, kush ta kafshoi, kush ta gjej veten atje, të shpërthej, të reagoj. Mirë, ato fjalë gay dhe lesbik në PD, fal tani se ishte. Po i futi të gjithë brenda. Dhe i provokoi të gjithë. Kush e ndjen veten gay, përgjigjet, kush e ndjen lesbike, përgjigjet. Kush e ndjen veten politikan, tradhtar, apo këtë unë se kishte lloj termash aty, përgjigjet. Jam i bindur që ka këtë element, gërvisht, avokati gërvisht fort. Se unë e njoh dhe gërvisht për të fituar. Ai argëtohet më shumë sa fiton. Ja, nuk e di këtë, që nga shumë e thellë kjo. Po mirë, po 4 mandate Partia Demokratike në opozit është kocke lëkurë, domethënë. Janë 4 vjet që duhet presin për të thënë 5 mandate. Se kështu siç është rruga. Vend 5. Po 5, 6. Jo, më edhe zgjedhjet lokale 2 vjet. Po. Edhe 4 vjet të bëhen zgjedhjet e tjera, nuk ka asnjë shans. Nëse jemi nisur në drejtim të Dajtit, mendojmë që do dalim në plazhin e Durrësit? Jo. Mund të shkojmë deri në Kinë po të ecim në atë drejtim, por nuk kapim plazhin e Durrësit. Kur nisesh në atë drejtim dhe pret të mbrish diku tjetër, ky është gabim që nuk e bëjnë as kafshët që kanë atë ecin me magnetizëm. Si e bën njeriu këtë gjë? Si e bën këtë dhe me vetdije? Si e bën këtë dhe me amoralitet? Qyteti vetmi që fiton diçka kur gjithë humbasin. Ja që është problem. Shoqëria shqiptare ka shumë probleme amoraliteti. Elita shqiptare intelektuale. Unë e di që jeni shumë kritik me zotin Rama, po ka ndonjë gjë që i vlerësoni zotit Rama? Parimi politik është kundërshtarit nuk i njihet asnjë merit, edhe kur ja di meritat. Ky është parim politik. Pse ti je kalorsiak në? Jo, parimi thash. Pastaj të po të them vetëm pozitivet, do duhet të them edhe negativet. Të jem brenda logjikës. Jo, ato i diu, po të them ti çfarë defekte ka Rama, nesër mbaron ti, unë po të them. Atëre, ka një merit që do të mbetet kohës, që është estetizimi i jetës shqiptare. Ato që njerëzit në PD, këtë unë kam bërë debat gjithmonë me kolegët e mi PD, ato që thonë fasada. Po mi pse ruhemi në mëngjes, pse qethemi? Na ndryshon jetën, ngopemi më shumë, jo. Cilësia e jetës varet nga këto gjëra. Dhe Rama me formim estetik, si piktor, familje artisti, ka ndikuar që ta estetizojë jetën tonë. Qytetet tona janë më të bukura, ajo që quhet rilindja urbane, është një përsëritje asaj çfarë i bëri si kryetar bashkie, tani në përmas më të madhe në gjitha bashkitë. Gjithë Shqipërinë. Kjo është një gjë pozitive. Pozitive e dytë që mund t'i them është që ka merit në rritjen e promovimin e Shqipërisë në botë për turizmin, ka merit. Po të shikoni në mënyrë sistematike promovon pamje Shqipëri të bukur. Nuk ja ka dalë që të krijojë entuziazëm, sa i bën edhe për të krijuar entuziazëm brenda. Por këto janë disa gjëra që dhe raporte me ndërkombëtarët. Është shqiptari që ka qeveritari, kryetari i shtetit që ka arritur raporte deri të forta ndërpersonale me dhe këtë e di për fakt, nuk e di kështu me madje më ka ardhur shumë nervozizëm, po t'rregoj një rast konkret. Po, patjetër. Në Danimark, kur i më shoqi ishte në Danimark, kam qenë një pritje të takova sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë atje, në atë sa kishin qenë në Shqipëri. Edhe më thau nga Shqipëria, ishim në Shqipëri, e di dhe shumë një pash. Shumë interesante i kryeministri juaj. Unë po reagoja me ngërç, domethënë po ku ma gjetë, ku mu shfaqe edhe këtu thash me vete. Nuk e shave në anglisht. Jo, nuk e shava, po ai e ndjeu. Ai zotëria në zanat. E ndjeu, tha shiko, tha se ndoshta mund të kesh opinione të ndryshme, tha, po unë mund të themta që ai me i thash, atje e ndjeu, më fal. Unë i thash që po ju ishit në Shqipëri për lobim. Ata erdhën këtu për të lobuar, nuk e di çfarë vote e Shqipërisë si duhej. Ai kapi që unë isha nervoz me kryeministrin nëpërmjet kësaj që thash, pra nuk ishit për Shqipërinë apo për kryeministrin. Më tha, fjalë për fjalë, të insightet, pra ato opinionet që morëm nga kryeministri juaj, u provuan 100% sakta në të gjitha takimet që ne patëm në rajon.
dhe kryeministre Mete quhet kryeministre, më bimi se më mend. Mete tha, se tani marr flasin me emër, nuk i thon zoti filan apo zonja filan. Mete tha komunikon shkëmben dhe jokes, kështu humore me WhatsApp. Me Ramën. Po, dhe mu më erdhi prapë i natë. Të vërtetë. Këtë shumë, po mbas se kështu është tip me humor thash. Jo, duhet vi mirë më që komunikon me kryeministin sa do të jemi ndershëm, Jo, rrofsh. Unë prapë nervoz i them, kështu për humor ka i thash, e njoh ai sa për të ditur sensin e humorit. Jo, tha, komunikimi tha nuk është sens humorit, tha, komunikimi ka filluar herët, kur i thash unë, që në fund të nëndorit 19, kur atë tërmetit e kjo. Pra mbante mend datën e tërmetit, kishin kaluar 3-4 vjet nga tërmet. Aty u tërhoqe, thash, më vika mirë. Dhe tani kam rastin po them publikisht, jo si kompliment, se s'do duhet i bëja kur kompliment një kundërshtari, por si një fakt ndërshmërie. Jo, kjo është një kulturë, ashtu siç nuk mund t'i iqen meritat dhe zoti Berisha për ato të mira që ka bërë, apo dhe kryeministët e tjerë, madje edhe zotit Meksi që ju keni filluar karrierën tuaj jo politike, po themi profesionale në fillim. Kjo është e vërtetë. Unë për zotin Meksi ruaj respekt sepse ka qenë një kryeminist shumë punëtor. Mitin e punëtorit e kanë të tjerë. Një burokrat tipik. Berisha, mitin e punëtorit, po them Meksi ishte një person. Domethënë ju jeni duke thënë midis Meksit, kryeministrit, dhe Berishës, më punëtor është Meksi sa Berisha? Po. Unë kam punuar me dy. Se ti ke punuar me dy. Me dy ke qenë këshilltar. Po. Jo, me Meksin kam qenë quheshin inspektor. Nuk jo këshill, se një emër tjetër. Ti merreshe me letrat. Po, nuk ishim nivelin, ishin dy nivele. Ai që sot quhet asistent. Asistent. Atëre quheshin. Po ke punuar me të dy, domethënë në staf. Me zotin Meksi, me zotin Berisha. Ti thuaj që Meksi është më punëtor se zoti Berisha? Pse njerëzit kanë perceptin që Berisha është më punëtor se Meksi? Po, Berisha kur ka nget të çon mesazh 2 natës dhe njerëzit thonë s'ka fjetur fare deri tani. Mund të qenë gjumi, del gjumi, çon mesazh. Berisha është talent për të krijuar mit. Ka mitin e fituesit. S'ka fituar asnjë palë zgjedhje. Asnjë palë. Më thuaj një datë zgjedhjesh them s'ka qenë rezultati. Se si ja the Berishës kur ishte deputet këtë më burr. Kush tha që se kam thënë? Kur ishte deputeti i ke thënë që ti s'ke fituar asnjë zgjedhje? Po, se besoj këtë. Po, kemi humbur. Si kam thënë, ti s'ke fituar zgjedhje, kemi humbur. E pra ja thoshë kështu, ti s'ke fituar asnjë. Unë kam bërë promemorie që në 2007 kur humbën zgjedhjet 2007 dhe pikata ajo në 2007 fillon. Se tani thonë na i vodhi zgjedhjet Rama me krimin, drogën etj. Po në 2007 pse na mundi Rama ne me 26.000 vota më shumë se i ndjeri Yoldashi? E ke fjalën për zgjedhjet lokale? Po. Pse na mundi Vajgjush Dako edhe në 2007 dhe në 2011 me krimin, drogën, me korrupsionin? Po nëse ne kemi qenë pushtet dhe opozita na vidhte me këto. Po luftohet. Turpi i madh që pasi mi qenë pushtet. Pse na mundi Niko Peleshi në 2007 dhe 2011? Pse na mundi Qazimi Elbasan? Po unë po them bashki që ne i kishim në 2007. Po dhe Tirana aty nda. Korçën e kishim në 2007 dhe humbëm. Elbasanin e kishim. Lushnjën e kishim. Jo, Durrësin nuk e kishim. Ka qenë Koka. Lushnjën e kishit ju? Lushnjën, Elbasanin dhe Korçën i kishim dhe i humbëm 2007. Atëherë se kemi merituar të rim pushtet. Po Lulzim Basha dogji një brez politikanësh? Mbase kjo që detyra. Detyra kujt? Detyra nga Berisha. Si Berisha ka thënë digji brez politikanësh. Po pse beson vërtet që gjithë ajo lista Josefina, Imami, i hoqi Basha ata? Atë hoqi Berisha. Basha vetëm firmos. Si e vërtet thonë këto? E para di për fakt që lista ka ardhur rreth orës 10:30, 11:20 me korrigjime. Shkonte e vinte. Hiq ver. Këtë e di për fakt. Nuk e di me. Çka kryetari ishte ky ose ty? Po ti ishe ti një ditë, le të ishte pastaj po. Jo mos. Do ta bëj ti? Po un po të doja afrohesh edhe tani, më mbas ajo për kryetar për nën kryetar, për të mprehur marr limën dhe mprehur dhëmbët si këta që rinë atje duke menduar që kur të iki ky njeriu do jem unë. Po pse kështu e bëjnë tani, ha? Po këtë mendojnë. Të gjithë. Kur ti ke Berisha, do jem unë thotë. Ka shumë këta dhëndurët pretendent, janë si ata mëtonjësit e Penelopës. Po them, Eno Bozo, miku i ty vjetët. Çfarë bën në këto momente? Pse s'vjen me ty? Eno nuk ka ambicie të paktën të shfaqura për të qenë kryetar. Është më racional. Për qenë deputet. Po, jo, me idenë që po të bëhesh, po të fitonte pushtetin, dikur po do mund të ishe edhe ministër, se është zyrtar i rregullt. Tani, për ta mbyllur ne do shkojmë në Kenya, në Nairobi. Do kthehemi për. Tani më thuaj diçka interesante në ato 10 muaj atje. Jam munduar të kuptoj më tepër se si funksionojnë, se ka shumë ngjashmëri me Shqipërinë e viteve 90. Si funksionojnë shoqëritë? Është një shoqëri demokratike? Ose në proces? Aq sa mund të jetë demokratike në një vend ku ka shqiptar në Kenya? Ka, në numër i vogël po ka. Sa? Besoj do të jetë diku midis 50 dhe 100. Po çfarë bëjnë atje shqiptarët? Ka që merren me biznes.
Biznes në Kenya? Po. Nga Shqipëria aty? Po çfarë biznes